u erë në Islamabad, deri pak më parë ishte në kushte normale, po tani duket sikur qyteti është vënë i gjithë në kontroll. Sa po u njoftua, unë nuk e dëgjova vetë, shpërthimi i bombe të madhe, dikush më thot kamikaz shoqëruesi, shoferi më thot që ka qenë vendosur në derën e një xhamie, 31 të vdekur deri tani. Shpërthimi nuk u dëgjua, megjithëse ishte diku 4-5 kilometra larg vendit ku isha unë duke vizituar, jo në xhaminë e madhe, por një xhami të tjera. Është i treti sulm kamikaz brenda këtyre kohëve. Tani duhet më kthy në hotel sepse thonë që siguria është e madhe, është me polici thëndej, edhe siguria e hotelit është e papar. Good evening. Kanë me nga 4 dyer, shive janë të gjitha të bllokuara për të hyrë. Është hello. I have to don't have only this. Është siguria për arsye të shpërthimit. Hello, thank you. Gjithë polici këtej. Është të tmerrshme kjo që ndodh në këto vende. Atentat kamikaz, pas nuk dihen autorët asgjë. 31 vdekur.